nëse ka pas kryetar në Republikën e Kosovës, i cili si dashur me nënshtru balotarit, një prej tyre është Bali Marremi. Ka qenë 24 orë në punë, 365 Ti kallëzo mu, pse po shkon ai në ballotash? Po këtu janë pazaret që po krijohen. Diagnoza jote pse Peja shkoi në ballotash? Ka qenë një konkurrencë ma do me thonë se nështë edhe pak ma e ashpër dhe ma reale. Që api bjen të spate konkurenca? Urda? Api bjen që të spate konkurencë dhe që? Jo, kam pas konkurencë. Normal që konkurencë ka është dhe kurse garon në zgjedhje. Mirë po kur konkurenca bëhet me programe, kur bëhet me ide, kur bëhet me argumente, atëherë normal që duhet me respektu. Kur konkurenca bëhet me fraza thjesht sa për me thonë diçka, atëherë nuk është që të lënë në shije dhe nuk është që ti e kini nështë një motivim që me ku ma profesional, ma argumentus dhe ma i qasëshëm në ato që do me spjegu për balë qytetarëve, për balë objektiva që i ki. E diagnoza jote pse Suarek ka shkoj në ballotash? Se di, është një loj që e përjepet mundësia. Që dëgjo, une jam, e kove të funit kemi shumë zona që po folin publikisht që me u rishiku nostalgji për organizimin e zgjedhjeve nivelit lokal. Për shkak se balotazhi po nduket që është teme të i kalume tash. Dhe kjo normisht është për ligjvënësve me u trajtu në aspektin profesional, ama shumë profesional, dhe me jep një epilog pse është i nevojshëm balotazhi. Kur një kryetar komune ka ma shumë se 20% se kandidati dytë, pse duhet me pasë një cikl zgjedhje, pse duhet me bërë gjitha këto pazare, pse duhet me majtë atë popullat në një farë presioni e caktum edhe demotivus, e cila ndikon edhe negativisht në përqamje edhe në mambendjen e tyne. Kërë është argument, po jemi në sistemin që jemi. Unë se kam besu që asiherë nëse ka pas kryetar në Republikën e Kosovës, i cili si dashur me nënshtru balotashit, një prej tyre është Bali Marremi. Ma shumë se Bashkim Ramusa, ja? Unë respektoj Balin për punë, ma shumë se sa, e vlerësoj nështë ma shumë se sa... Për që ato po të pës, okej, ka dhonë që asë i përshtypje që s'ka konkurencë, po shkoj në ballotash. Se shkoj? Pse? Për që ato po të pës, pse? Njeri ka qenë 24 orë në punë, 365... Ti kallëzo mu, pse po shkon ai në ballotash? Po këtu janë pazaret që po krijohen, këtu janë ato forsa që po krijohen. Cilat pazar, jo, ti them ballotash bëhen pazar. Se në rrenin e parë... Që jeta po ashtë sa e di une, unë besoj që të vedin po ashtë mirë sa me. Që nga njerë kur... Unë s'kom diagnosë se Bali Marremi shkon në ballotash. Kur kandidojnë subjekte politike, kur pozicionohen njerës që e kanë pa vetën që mundën me qenë kryetar komune dhe hynë kandidat. Ideja është me mujtë kryetarin, gjithmonë. Dhe këto, dikush hynë garë vetëm sa për me prish një lloj matematike, që i bjen që koalicionet janë të themeluar me qysh paraprakisht. E që mandajna i bon faktike. Qëfar koalicione ka, qëfar pazare ka në Suarek? Kallëzo, kush me kanë? LDK-ja me... Se di, prej vetë faktit, shëqa, kryetari Bali Marremi i ka pas, thuja, 2-3 njerëz që i ka jetu me ta, ka bashkëpunu me ta, që asë historijës me e tërgojnë për njëri tjetrin, dhe këta i ka pas kontrkandidat. Në subjekte të caktuar, është diçka përgatitme që për te asaj gjanës reale është një tendencë tepër e madhe që me dërgu në ballotash. Dhe në rast se referohesh festimeve, domthonë nuk janë gëzu që kanë fitu, po janë gëzu pse kanë çuar njërin në ballotash. Kjo është një tërguesi qartë. Suarek, në këtë ballotash, me kënd do shkoj AK-ja? Me kënd do të provoj me bo koalicion? është kretë në domenin e Bali Marremit, po.